Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Jemi sërish në një video dhe sot për të luajtur sërish Subway Surfing. Ju e mbani mend videoja e parë, pjesa e parë me Subway Surfing, pra ka qenë videoja e parë në këtë kanal dhe neve po e vazhdojmë se ka dalur një update i ri në fakt. Le të shtypim këtu claim një herë dhe të hapim këtë kutinë me pikë pyetje. Dhe të shohim se çfarë do të na dhuroj. Okej, 500 coins. Dhe si që shikoni ka marrë dhe një karakter të ri. Okej, shpresoj që të na shkojë sa më bukur kjo video. Një herë pushojmë këtu çfarë kemi tek mi. Mos kemi ndonjë gjë të re, jo nuk është sipas kemi ndonjë gjë të re, gjithsesi. Okej, po nisim një herë lojën pa humbur kohë do të thoja unë, pas kemi sërish claim. Ja, e shtypëm. Okej, na u dhura edhe një kështu. Hit start. Dhe tashmë jemi gati për të nisur me Subway Surfing. Fillon pjesa e dytë, le të nisim. Shpresoj që të jeni duke më dëgjuar, por si që shikoni pra, po e shihni dhe ndërkohë se mapa, pra bota në Shqip, ja se si është ndryshuar këto shinat e trenit janë ndryshuar, pra ka dalë një update i ri. Dhe prandaj vendosa që ta luaj dhe të kishim një video të re sërish edhe pse jo me Subway Surfing. Mua më pëlqen si lojë dhe prandaj thash po e sjell sërish këtu në kanalin shqiptar, edhe nuk është se ka marrë shumë pak like, se ka pasur disa like, por jo dha shumë sa prisja. Gjithsesi ishte video e parë atëherë dhe nuk kemi pasur shumë djegsa, gjithsesi tani jemi rikthyer me shumë djegsa që na ndjekin duke luajtur Subway Surfing. Shpresoj që t'jeni duke më dëgjuar sepse kjo zhurma dhe muzika këtu në Subway Surfing na shqetëson pak. Por nuk do t'ja ulim zërin sepse shijojmë edhe më bukur me muzikën e Subway Surfing. Po vazhdojmë ndërkohë akoma lojën, po marr këtë skateboardin dhe këtë gjën që të bën për të fluturuar. Kapim disa lek, siç e shikoni deri tani kemi 200 sa lek, por do t'i rrisim normalisht. Shpresoj që të jeni duke dëgjuar pra edhe një herë dhe audio të jetë sa më mirë, dhe tani po e rregulloj edhe një herë audio normalisht që të më dëgjoni sa më mirë. Dhe të mos kemi probleme me audio dhe me dëgjimin. Gjithsesi ne vazhdojmë akoma lojën. Një lojë super e bukur si Subway Surfing nuk do të mungon të asnjëherë në kanalin shqiptar. Shpresoj që t'ju pëlqej dhe unë do të sjell shumë pjesë me këtë lojë, nëse ju pëlqen juve. Nëse t'ju pëlqen, atëherë do të vazhdojmë me lojra të tjera, me video të tjera, me ide të tjera, videosh të tjera. Pra do të kemi shumë video të bukura, por nëse kjo lojë ju pëlqen, me të vërtetë që unë do të hedh shumë episode të tjera, sepse është një lojë argëtuese, zbavitse, offline. Pra dhe është një lojë super e bukur, nuk e di, gjithë e pëlqejnë, por ndoshta disa edhe jo. Okej, po vazhdojmë ndërkohë pak për të luajtur këtu. Një lojë super e bukur Subway Surfing për mua. Dhe përshtypjet janë në fakt nga 1 deri te 10, unë kësaj loje do të vije notën 10 do thoya, sepse është një lojë e bukur. Është një lojë sidomos edhe kur nuk ke internet, është shumë e bukur për të luajtur. Dhe sfiduese për ata që i kanë qejf sfidat normalisht, sepse kjo bëhet e shpejt këtu, nëse qëndron shumë gjatë duke luajtur. Okej, po vazhdojmë akoma lojën. Dhe ndërkohë po ju rikujtoj edhe një herë se Adaka Media ka hedhur videon e parë. Ju e dini që edhe unë marr pjesë atje në atë kanal, kështu që shkoni dhe shihni. Dhe bëni subscribe. Normalisht do ta keni këtu linkun poshtë në description, besoj që do ta lëm. Kështu që shiheni. Tani po vazhdojmë akoma me duke luajtur pra me Subway Surfing. Okej. Na u prish pak kjo pamja. Na doli jashtë kontrollit, por shpresoj që të rregullohet sa më shpejt, sepse na duhet që të videoja të ketë cilësi sa më të lartë dhe shpresoj që në fillim të videos pra të ketë pasur intro, akoma nuk e di. Por shpresoj sepse ajo introja akoma nuk e kam gjetur. Vazhdojmë akoma lojën dhe me të vërtetë jam duke luajtur mirë. Deri tani jam duke luajtur shumë mirë.
Ka për lot kështu coinsa. Si që thohet në shqip, se unë. Okej, vazhdojmë me lojën. Shpresoj që deri tani të jemi sa më mirë me lojën, t'ju pëlqej sa më shumë sepse mua më pëlqen normalisht si lojë. Po shpresoj që t'ju pëlqej edhe juve. Okej, nuk kam asnjë kështu qels, prandaj nuk mundemi ta vazhdojmë lojën nga aty që e lam, por gjithsesi s'ka gjë. Hapim këto kuti se kemi kemi marrë në fakt disa kuti. Dhe le të vazhdojmë home, po shkojmë tek home dhe tap to play. Nisim këtë lojë, një lojë super e bukur do të thoja unë, sidomos me këtë update-in që ka dalë. Dhe pra në qoftë se doni pjesë të tjera normalisht do t'i kemi vetëm kur dalin update-et e reja, sepse ka shumë update këtu. Kështu që mezi presim që të kemi edhe disa pjesë të tjera këtu në Subway Surfer. Po vazhdojmë akoma lojën dhe ndërkohë pra në fillim loja është e ngadalë, nuk është se ecim shpejt, ky karakteri nuk është se ecë shpejt, por gjithsesi. Zhurma është e madhe këtu në lojë, por shpresoj që jeni duke më dëgjuar edhe mua. Okej, video e radhës, besoj që do të jetë ndonjë vlog ose ndonjë challenge, besoj. Nuk e di, nëse nuk ju pëlqen Subway Surfer normalisht, nëse nuk doni pjesë tjetër, atëherë unë po vazhdoj me ndonjë challenge, me ndonjë vlog. Sepse e kam parë që shumë ju pëlqen kjo rubrika provoj dhe vlerësoj, por edhe challenge-at sidomos ju pëlqen shumë. Shpresoj që të kemi ndonjë challenge edhe më të bukur se ato që kemi pasur deri më tani. Gjithsesi po vazhdojmë akoma lojën pa humbur kohë. Tani ul pa kjo zhurma e muzikës këtu në Subway Surfer. Shqyr se po na I shurdon të pak veshët, por s'ka gjë edhe nëse qohet, nuk ka gjë e durojmë neve. Të kapim sa më shumë coinse sepse është shumë mirë për ne. Është shumë mirë. Sidomos ky magneti që I tërheq lekët pas vetes dhe s'ke nevojë që të shkosh pranë për t'i kapur lekët. Është shumë I mirë dhe duhet merret dhe mos të humbet asnjëherë pra kur na del përpara, duhet ta marrim sa herë që të na dali para. Pak probleme këtu me internetin në fakt, por edhe pse kjo lojë është pa internet pra, por ka disa probleme, gjithsesi besoj që të rregullohen sa më shpejt. Kjo lojë është një super lojë, do të thonë. Është një super lojë. Nuk e di, a ka një lojë që mua më pëlqen aq shumë sa kjo. Pra kemi edhe Hungry Shark dhe Roblox që më pëlqen shumë, por kjo më pëlqen shumë të mase. Dhe prandaj edhe dua që ta sjell sërish këtu në YouTube, por nuk e di a do t'ju pëlqejë juve, nëse ju pëlqen bëni një like dhe bëni subscribe për gjithë ata që nuk kanë bërë subscribe, sepse kam bërë disa video dhe nuk kam bërë shumë pauza kohët e fundit, por gjithsesi nuk kam pasur mundësi për të bërë edhe më shumë video, pra çdo ditë nuk kam shumë mundësi, por besoj që do t'i bëjmë. Gjithsesi, mua deri tani kjo lojë është duke më pëlqyer edhe kjo video. Shpresoj që edhe ju të argëtoheni dhe t'ju pëlqej shumë. Njëherë shpresoj që mos të humbasim dhe të na kap ky polici I keq me gjithë ato qenin që ka pas vete, I cili e ndihmon shumë për të na kapur neve në fakt. Okej. Tani u bë loja pak më shpejt, kështu që është pak e vështirë për t'i marrë gjithë lekët, gjithë coinsat. Por gjithsesi ne I marrim atë sa mundemi, kur s'mundemi I lëm. Okej.
Okej, edhe pak kohë na ka mbetur për të bërë video, ndërkohë po hapim këto kutinë të cilat ne fituam gjatë lojës. Dhe ndërkohë të gjithë fansave të Gjestit, se kam parë që ka shumë në këtë kanal fansa të Gjestit, ju uroj Gjestit, se edhe unë jam pra një ndër fansat të Gjestit, ju uroj Gjestit fitore. Pra shpresoj që gjitha të lekti shpenzoj për sa më mirë dhe të shërbejnë atij në jetë. Okej, po e bëjmë edhe një lojë derisa të mundemi, pastaj mund të mbyllim videon. Do të që të hypim pak me këtë që morëm pak më parë, të hargjojmë. Dhe prisim se çfarë mund të marrim nga kjo. Po marrim këtu që në mënyrë pra këtë magneti në mënyrë që të marrim sa më shumë lek dhe të na i tërheq ky lekët. Okej. Vazhdon loja akoma. Po edhe kjo çatia kështu kur hyp sikur që ka bërë më ndryshe se sa çka qenë në fakt. Pra pas ka ndryshuar shumë gjëra dhe unë ju thash që pra ka dalë update i ri këtu në Subway Surfer. Dhe prandaj edhe hapa një video me këtë, po bëj një video pra me Subway Surfer. Okej, se nuk kemi shumë minuta në dispozicion, kështu që unë duhet ta mbyll edhe pak videon dhe ju e dini që unë vonoj pak duke mbyllur videon. Dhe prandaj do ta ndal edhe lojën, ja. Dhe ndërkohë shpresoj që t'ju ketë pëlqyer sa më shumë kjo video, shpresoj që të doni edhe një pjesë tjetër, sepse mua më pëlqen shumë si lojë kjo. Dhe dua shumë që ta keni sërish në kanalin tim dhe ta shoh sërish se si lojë duke bërë video. Kam shumë qejf të bëj video me lojën Subway Surfer, por nuk e di, është në dorën tuaj. Nëse ju pëlqen, bëni like, subscribe dhe nëse e lë aty komentet aktive atje mund të komentoni, por kujdesni me komentet, keni kujdes dhe ndërkohë bëni edhe subscribe Adaga Media e keni në description. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë më takofshim në videon e radhës. Dhe atëherë ju dua shumë, mirupafshim.